Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë sot do bëjmë një temë ndryshe. Ju mund të shikoni të shenjën tuaj ascendente. Gjithsesi do bëjmë një lexim ndryshe. Atëherë do marr mesazhin nga ëngjëjt. Një mesazh nga ëngjëjt. Dhe është ëngjëlli Gabriel. Atëherë ju thot, është koha për të vepruar sipas planeve tuaja. Kreativiteti tuaj do të shpërblehet. Do keni burime luksoze ose të bollshme gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, kjo ka lidhje në lidhje me gjithçka, nëse ju keni qenë kreativ dhe keni vepruar sipas planeve tuaja, në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose dhe në lidhje me anën ekonomike, ku do sjelli bollëk gjatë kësaj periudhe. Kjo tregon fillime, por dhe zhvillime shumë të mira. Gjithsesi do jeni të mbështetur nga angjëlli juaj Gabriel. Unë do marrë dhe disa mesazhe të tjera dhe marrim mesazhin tjetër. Kemi mesazhin nga kartat e mesazheve dhe ju thot, jo vetëm, por ndjeni, ju jeni vetëm, thot më saktë, por ndjeni dikë që përkëdhel flokët tuaja, ose prek me butësi shpirtin tuaj. Ëngjëjt po ju japin një shtytje të nevojshme përpara. Pranoj inkurajimin e tyre, thot. Është një mesazh fantastik edhe ky. Do marrim dhe një mesazh tjetër. Dhe mesazhi tjetër është përsëri nga kartat e mesazheve. Dhe këtu kemi një angjëll që ju thot, ëngjëjt mund të komunikojnë me ne nëpërmjet ëndrave tona. Ata na tregojnë për jetën tonë, shqetësimet tona, dhe na japin të dhëna për atë që do të vi. Prandaj, kushtojini vëmendje dhe përpiquni të mbani mend ëndrat tuaja. Atëherë kjo ka lidhje me ëndrat, nëse ju shikoni një ëndër, atëherë duhet të kuptoni që është diçka që është ëngjëlli juaj mbrojtës që ju paralajmëron për diçka, ose ju mbështet në një situatë, ose në një çështje që ju mund të keni. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër, dhe shohim se çfarë na thot, dhe kemi mesazhin 999, ku është kryeangjëlli Rafael. Atëherë, ky mesazh ju thot që ndihmoni shërimin e të sëmurëve dhe të plagosurve, thot. Ai përcjell praninë e tij dhe dritën jeshile, smeraldi dhe numrin 999. Nëse ju e shikoni këtë numër, atëherë jeni të mbështetur nga angjëjt. Lulet e tij janë irisi dhe zambakët e luginës, thot. Gjithsesi është diçka që do t'ju ndihmoj të lidheni me energjinë e tij shëruese. Atëherë ky numër ju lidh me energjinë e ëngjëjve shërues. Dhe këtu flasim në lidhje me çfarë do lloj situate. Mund të keni nevojë për një shërim shpirtëror, mund të keni nevojë për një person që mund ta keni të sëmurë, ose për persona që mund të jenë të plagosur. Mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, gjithsesi ky numër ju lidh me ëngjëllin Rafael, që është ëngjëlli i shërimit. Dhe do fillojmë të marrim tarotin dhe do shohim energjinë që do na vi në lidhje me këtë lexim. Atëherë doli e njëjta energji, doli perandoresha, karta e vendimit, e gjykimit, dhe kemi karta energjinë e shenjës së zjarrit. Atëherë, këtu kemi energjinë e shenjës së demit, peshorit, shijetarit, shenja toke ajri, por edhe shenja të shenjave të zjarrit, energji e shenjave të zjarrit.
Gjithsesi, unë shoh fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira dhe kjo ka lidhje me angjëllin e parë që ne nxorëm. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, ju të hyni në një njohje të re, shoh që mund të merrni një mesazh nga ky person dhe ju të bëni këtë fillim të ri, ose ju të çoni njohje dhe lidhjet ose marrëdhëniet tuaja para. Në rastin tjetër mund të jetë fillimi një shtatzanie. Mund të keni një fillim të ri ekonomik që do marrë zhvillime të mira. Mund të jetë një biznes, mund të jetë një partneritet, mund të ketë lidhje me studimet për një pjesë prej jush, por gjithsesi çfarë do lloj fillimi që do bëni, unë shoh që do marrë zhvillime shumë të mira. Ju shoh që jeni në një pozicion perandoreshe ose perandori, mund të themi, edhe pse është energji femrore. Dhe shoh që ju do arrini të bëni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe kalojnë te karta e gjykimit që tregon, karta e gjykimit ju thret, merrni një vendim, ju thot. Në qoftë se ju dëshironi të hyni në një njohje të re, atëherë bëheni, merrni një vendim, sepse ëngjëjt janë me ju. Sepse kemi dhe te karta e ëngjëjve, kemi kartën e perandoreshës. Më thënë, do t'ju ndihmoj ëngjëlli Gabriel në lidhje me këto fillime të reja, në qoftë se ju dëshironi. Dhe jemi përsëri këtu te energjia e ëngjëjve të tjerë që ju thot që ju do jeni të mbështetur në lidhje me një dashuri. Në qoftë se ju ndiheni të vetëm, atëherë merrni një vendim dhe filloni një dashuri. Ose në qoftë se ju jeni në një njohje, atëherë merrni një vendim ta çoni këtë njohje ose lidhje që ju keni më përpara. Por këtu ka të bëjmë me vendime të rëndësishme që do merrni. Dhe jemi te energjia shenjave të zjarit, ku ju shoh që jeni në pritje. Në pritje për të marrë këtë vendim në lidhje me një fillim të ri. Dhe disa prej jush mund të jenë duke pritur një person që është në distancë, një dashuri. Për pjesën tjetër mund të jeni duke pritur që të çoni këto njohje dhe lidhje përpara për t'i finalizuar. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën, projekte të ndryshme, por dhe kontrata që ju jeni në pritje të marrjes së një vendimi. Gjithsesi, ju shoh që jeni te një energji ku ju shikoni gjërat që ju rrethojnë, shikoni çfarë ndodh nëpër botë dhe ju do filloni të ndryshoni këndvështrim, por dhe të bëni plane afatgjata. Një pjesë prej jush mund të jeni në udhëtime për të shkuar jashtë shtetit, ndoshta për të pasur të ardhurat më të mira, për të krijuar një jetë më të mirë. Gjithsesi mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me një shtatzani, mund të jeni në pritje të një përgjigje në partneritete ose bashkëpunime, ose në lidhje me një kontratë. Dhe shohim se çfarë na sjell perandoresha. Energjia e perandoreshës, që është një kartë e arkanës së madhe, kemi 1, 2 edhe mesazhe nga ëngjëjt 3 që janë kartat të arkanës së madhe, që i japin më fuqi këtij leximi. Atëherë unë shoh që këtu kemi energjitë shenjës së gafores, energjitë shenjave të ajrit. Atëherë, shoh që ju dëshironi të bëni fillime të reja, dëshironi të jepni drejtim emocioneve tuaja, një fillimi të ri, një dashurie të re, ose në lidhje me një person, por unë shoh që nuk e di, ose do mërziteni, ose do ndiheni të zhgënjur në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një punë e re, mund të jetë një partneritet i ri, një bashkëpunim. Gjithsesi do jeni të mbështetur nga ëngjëjt, por unë shoh që këtu do merrni një zhgënjim. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje, ju dëshironi të jepni drejtim familjes. Mund të dëshironi të jepni drejtim anës ekonomike, ose në rastin tjetër ka lidhje me punën tuaj, ndoshta me shtëpinë, me familjen, me pronat, mund të jenë edhe ka lidhje edhe me këtë pjesë. Aty duhet keni kujdes sepse shoh që ose do mërziteni në lidhje me diçka, gjërat nuk do shkojnë siç ju i keni menduar dhe aty mund të zhgënjeheni, ose për një pjesë tjetër, nuk e di, por shoh thjesht një zhgënjim. Atëherë shohim çfarë vendime do merren në lidhje me ju. Kemi energjitë të tokës, kemi dhe gjitha energjitë të shenjave të horoskopit, e karta e magjistarit. Atëherë ju do merrni një vendim dhe jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një dashuri. Dhe ju mendoni që i keni gjitha mundësitë për ta realizuar.
ju keni manifestuar në lidhje me këtë dashuri, për të qenë në një njohje ose për të qenë me këtë person. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave, mund të ketë lidhje me anën ekonomike, me çështje të ndryshme që mund të kenë lidhje me ligjin, me kontrata që mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, largime jashtë shtetit ose diçka tjetër, por gjithsesi unë shoh që ju i realizoni. Dhe do jeni më me këmbë në tokë në lidhje me realizimin e gjërave, sepse shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme. Dhe vim të energjia e shenjave të zjarit, çfarë prisni? Atëherë, unë ju shoh që jeni në pritje të diçkaje. Ndryshoni këndvështrim, bëni plane afatgjata, ndërkohë ju shoh që keni nevojë shumë të qetësoheni, sepse ju shoh pak të lodhur psikologjikisht, dhe kjo ndodh sepse ju dëshironi që të bëni gjërat shpejt. Në qoftë se ju dëshironi të bëni një udhtim, sepse kemi përsëri udhtime këtu, ndoshta një largim jashtë shtetit, kjo gjë ju bën që ju të tregoni pak të nxituar. Duhet keni kujdes në lidhje me nxitimin. Edhe pse ju do merrni kohë për t'i menduar, do qetësoni dhe do mendoni si t'i jepni drejtim, ju ndoshta ju humbet durimi dhe në momentin e fundit ju dëshironi t'i bëni shpejt gjërat. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me një njohje, me dashurinë, ku ju jeni ose keni qenë në pritje të këtij personi, e shoh që keni nevojë të pushoni, të mendoni se si t'i jepni drejtim, dhe në kohën që merrni këtë pjesën e pushimit, ju dëshironi t'i bëni gjërat sa më shpejt. Ose mund të përdorni ose edhe të flisni fjalë që nuk duhet i thoni. Ndoshta kjo vjen për shkak të nxitimit, sepse ju do t'regoni shumë të vrrullshëm. Këtu kemi energji ajri për një pjesë prej jush. Dhe shohim çfarë na sjell ky zhgënjim në lidhje me disa fillime të reja që ju dëshironi të bëni ose me një fillim të ri. Këtë mund ta merrni në gjitha situatat. Atëherë unë ju shoh që ju jeni duke menduar të mbyllni diçka. Dëshironi të mbyllni një cikël të vështirë, jeni duke menduar gjatë ose mund të keni dhe kohë që e mendoni këtë gjë për të bërë një fillim të ri, por ju keni ngecur akoma në mendimet tuaja. Rrugën e keni të hapur për të bërë fillime të reja. Thjesht dilni nga mendimet negative, ose ju keni frikë në lidhje me fillimet e reja. Ndoshta mendoni që po të bëni një fillim të ri në dashuri, ndoshta gjërat nuk do ecin, sepse ju mbyllni diçka me një person tjetër, dhe kjo që të mendoni negativisht në lidhje me fillimet e reja. Ndoshta prandaj del dhe karta e zhgënjimit, sepse ju ndoshta mund të jeni pak të mërzitur, dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, e mendoni, por me mbylljen e një cikli ju përsëri mendoni që gjërat mund mos ecin mirë, ndoshta në një njohje të re, në një lidhje të re, në një punë, në një partneritet, në një shtatzani, në lidhje me dokumentat për një pjesë tjetër, mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe shohim se çfarë realizoni këtu. Se shoh edhe këtu shoh përsëri një zhgënjim. Dolën shumë letra, thjesht do t'i lexoj këto fundit këtu. Atëherë ju shoh që ka një lloj konkurrence. Mund të jetë një konkurrencë në dashuri. Ju jeni duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me një konkurrencë, por në shoh që ju i jepni fund. Kemi energjitë shenjave të ajrit dhe të zjarit. Ju i jepni fund diçkaje, çliroheni nga tensionet dhe stresi që keni kaluar dhe nga pagjumësia për një kohë të gjatë, për të bërë një fillim të ri. Dhe kjo ka lidhje për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me kontrata, me punën, mund të ketë lidhje me anën ekonomike, me çështje shëndetësore për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Dhe dolën 3 letra të tjera këtu, doli pothuajse e njëjta energji si këtu. Unë ju shoh që ju jeni në lëvizje, dëshironi të shkoni drejt një personi, por ky person dihet i zhgënjur. Nuk e di, mund të jetë një njohje re, një lidhje,
ose ju mendoni për të hyrë sepse mendoni që i keni gjitha mundësit, merrni një vendim, jeni ose kërkoni një mundësi dhe shoh që keni manifestuar në lidhje me këtë gjë, ndoshta ky person vjen drejt jush, por ju keni kthyer shpinën sepse ndiheni të zhgënjur. Por gjithsesi unë shoh që ky person do harri që ndoshta t'ju bindi, sepse do jetë një person që është i butë, një person që ka emocione, ka ndjenja dhe dëshiron të japi drejtim kësaj dashurie. Ndërsa në lidhje me punën, është e njëjta gjë që ju mund të keni një ofertë, por ndoshta do ta shikoni, nuk do t'ju pëlqej, ju jeni përgatitur ndoshta shpirtërisht në lidhje me këtë ofertë dhe aty shoh që do ndiheni pak të zhgënjur, por do harrini që të jepni një drejtim, të gjeni diçka tjetër në lidhje me punën, me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, të tokës dhe të gafores. Më thënë, ju doni të realizoni diçka, kjo ka lidhje me një ofertë, mund të zhgënjeni, por përsëri ju do harrini që të jepni drejtim situatave. Si në lidhje me dashurinë, por dhe çështje dhe situata të ndryshme që keni. Në lidhje me punën, anën ekonomike, kjo ka lidhje me familjen, ka lidhje me pronat, ka lidhje me paran, ka lidhje me gjithçka. Ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja familjare, shoqërore, miqësore. Gjithsesi dinte energjia e shenjave të zjarit dhe të ajrit, ku shoh që ju jeni duke menduar si të jepni drejtim një dashurie. Por thjesht po tregojni të nxituar. Duhet keni kujdes. Atëherë unë ju shoh që do tregojni, ju i dëshironi sa më shpejt të keni një takim me këtë person. Me këtë dashuri, ndiheni shumë të dashuruar, dëshironi të jepni fund një lodhjeje që mund të keni kaluar në lidhje me një dashuri dhe për të bërë këtë fillim të ri. Dhe shoh disa prej jush ndoshta dëshironi të futeni direkt në një bashkëjetesë ose ju të kaloni nga një njohje që është një njohje e bukur, ju ndiheni të dashuruar, ndoshta jeni lodhur për shumë kohë, keni dashur që ta finalizoni, por ka ardhur momenti që e finalizoni këtë. Në lidhje me pjesën tjetër do arrini të stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për gjithë ata që ndihen të dashuruar. Për pjesën tjetër shoh që do keni kontrata, partneritete të ndryshme, ju mund të mbyllni një projekt, një punë, një bashkëpunim që e keni pasur dhe futeni direkt në një bashkëpunim të ri, në një partneritet të ri. Por gjithsesi ju shoh që do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Dhe marrim në diçka tjetër. Dolën shumë letra. Gjithsesi kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit, kemi energji të shenjave të tokës përsëri. Shoh që një fillim i ri shumë i bukur, po të vëmë re është një fillim i ri ekonomik më tepër. Ndoshta ju keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me anën ekonomike, ju i keni menduar gjërat, keni bërë një fillim, por nuk ka ecur ashtu si keni dashur. Ju dëshironi t'i lini mbrapa këto vështirësi që keni kaluar në lidhje me anën ekonomike dhe do tregojeni më të kujdesshëm. Dhe ju shoh që ju do jeni duke menduar më seriozisht në lidhje me anën ekonomike. Por kjo ka vlerë dhe për lidhjet ose njohjet. Ju keni pas dëshirë të bëni një njohje të re, ndoshta keni kaluar vështirësi në lidhje me këtë person dhe do mundoheni të tregoni më të kujdesshëm ndoshta në zgjedhjet që do bëni ose ju shoh duke u menduar më seriozisht në lidhje me gjërat që ju dëshironi të zgjidhni. Sepse ju shoh që mund të tregojeni dhe shumë detajist, mund të kërkoni, mund të keni disa kritere tuaja në lidhje me personin, mund të jeni shumë detajist tash, nuk e di sepse jemi te energjia e virgjëreshës këtu. Dhe unë ju shoh ndiheni konfuz mbas kësaj situate. Më thënë nuk e di, ndoshta një fillim i ri ka dështuar, mund të them, ose ju keni pas probleme, e lini mbrapa këtë, tregoni të kujdesshëm, mendoni seriozisht për të futur në një njohje të re, sepse shoh një person tjetër që vjen drejt jush, por ju ndiheni konfuz. Ju keni mbyllur syt, keni çuar ose keni ndërtuar mure mbrojtëse para vetes për të mbrojtur veten tuaj, sepse ndoshta nuk jepni zgjidhje
edhe pse ju shoh që do jeni shumë me këmbë në tokë, do mendoni shumë seriozisht për të futur në një njohje. Por gjithsesi shoh një person që vjen drejt jush. Këtu jemi te energjia e zjarit, energjia e ajrit. Ky person është i vendosur në qëllimet e tij për të ardhur drejt jush. Thjesht mos mbyllni syt para këtij personi, sepse ju shoh që ju tregoni shumë mbrojtës, por personi ka vendosur qëllime vetes në lidhje për të ardhur drejt jush. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me kontrata dhe me anën ekonomike, ku ju dëshironi ndoshta ta hapni diçka tjetër, të bëni një punë tjetër, por ndiheni konfuz, ndoshta me këto që mund të keni pasur, me një fillim tjetër që mund të keni pasur, ju ka bërë që ju të tregoni më të kujdesshëm, por ju shoh që do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, do dilni nga kjo energji. Atëherë, këtu ju shoh përsëri, jemi te energjia e shenjave të ujit, jemi te energjia e shenjave të ajrit dhe jemi te energjia e shenjës së demit. Atëherë, shoh që ju keni shumë ndjenja, shumë emocione në lidhje me një person. Por shoh që ky person ka nevojë për kohën e vet, ka nevojë të qetësohet, të mendojë se si të japi drejtim kësaj dashurie. Unë ju shoh që ju drejtoheni drejt këtij personi, por ky personi mund të ndihet pak i lodhur psikologjikisht. Por ndërkohë është duke menduar si të japi drejtim në lidhje me një takim, në lidhje me një bashkëjetesë, me një martesë ose me një fejesë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju do merrni lajme të mira në lidhje me punën, do keni një çlirim shpirtëror, shoh që do jeni duke menduar në lidhje me partneritete ose me kontrata të ndryshme që do keni gjatë kësaj periudhe. Dhe këto kontrata mund t'i merrni, mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, mund të jetë një kontratë martesore, pse jo, por ju shoh në këtë energji. Dhe do marrim dhe një mesazh nga angjëjt. Atëherë, një mesazh nga angjëjt, çfarë ju thotë? Dhe kemi mesazhin nga angjëjt, ju thotë jetoni ato që, domethënë, mos jetoni në të kaluarën tuaj, jetoni të tashmen tuaj, thotë. Merrni forcën që të ecni përpara, ju thotë. Është një, tregoni më diplomatik gjatë kësaj periudhe. Është një periudhë që ju do përdorni shumë fort pjesën e fjalës, të diskutimeve, të bisedave, të komunikimit më saktë në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Por thotë që kërkoni të bëni dhe një kontratë të rëndësishme, sepse është diçka që ju do t'ju japi forcë në lidhje me ecurin tuaj. Dhe këtu bëhet fjalë me kontrata që mund të jenë në lidhje me punën, në lidhje me shtëpinë ose diçka tjetër. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shtator, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Por ndërkohë mund të dëgjoni dhe ashedenden tuaj, sepse ajo është më e rëndësishme se shenja, nën shenja do me thënë. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një mbasdite sa më të këndshme dhe një javë sa më të mbarë. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.